wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe bekimit Allah qofshin mbi gjithë juve ku do që jeni, mbi ju dhe gjithë familjet e juja. Si çdo të shtunë, përveç se ndonjëherë që kemi ndonjë pauzë, shkaku edhe të aktiviteteve dhe përgjithësive dhe të angazhimeve tona të ndryshme gjatë jetës, përndryshe kemi hoxhën e nderuar si çdo të fundjavë, hoxhën në Bashkim Aliu, i cili sonte ka ardhur me temën mesazhi i shpresës dhe optimizmit në udhëtimin e Isras dhe Mi'rajit. Si gjithëherë ju njoftoj që ata të cilët dëshirojnë të inkuadrohen drejt për drejt mund ta bëjnë këtë nëpërmjet numrit të telefonit, ashtu siç është në fundin e ekranit të juja. Numri i WhatsAppit është +44 7533 8786. Mund të më shkruajnë edhe në Messengerin tim Shpëtim Siarina. Por se gjithashtu dhe këta vëllezër që janë këtu në TikTok mund të shkruajnë pyetjet e juaja në koment këtu në live, apo edhe mas ligjëratës kur përfundon hoxha ligjëratën mund të inkuadroni me pyetjet e juaja edhe me za për nëpërmjet panelit të TikTokut këtu. Si thash, pra tema është mesazhi i shpresës dhe optimizmit në udhëtimin e Isras dhe Mi'rajit. Atëherë mos të marrim më shumë kohë, ti themi një hoxhës një mirëseardhje, hoxhë nderuar, selam aleikum dhe mirëserdhje. Wa aleikum selam për ju dhe për gjithë ata që na ndjekin dhe mirë se ju gjeta. Shpresoj që keni pas një në fund vit të mirë dhe një fillim të vitit, një fillim të mbar të këtij viti. Ashtu inshallah po. Atëherë besoj që aktivitetet, në aspektin e aktiviteteve nuk ka pas ndonjë ndryshim tek ti, sepse je mësuar me angazhime të njëpasjeshme, po thoj se to është bërë përditshmëri kjo, po. Jo, normalisht se vazhdojnë ashtu do të thotë si kemi qenë, deri më tash vazhdojmë me aktivitetet e tash të tjera në këtë vit inshallah, me punët tona realisht të përditshme, me aktivitetet të ndryshme dhe me angazhimet tona të cilat janë të vazhdueshme. Pra këtë hajte, sa e dim ne do të mbot kalendarit tonë, është nata në të cilën Muhamedi alayhi salatu wasalam Allahu e morri atë mbi 700 apo. Po, ashtu është pra. Ashtu i vjen mbas të asaj që kanë thënë një pjesë e dietarëve, është do të thotë nata e Isras edhe Mi'rajit, pra shënohet apo kujtohet, sepse ajo natë ka qenë në të kaluarën, nuk është tash, në atë kuptim nuk ndodhen përsëri nata e Mi'rajit, Isra dhe Mi'rajit nuk është si nata e Kadrit, e cila për çdo vit përsëritet. Kjo natë ka qenë, por ne e kujtojmë dhe kjo ka ndodhur diku natën e 27, sipas shumë dietarëve do të thotë muajit Rexhep. Pra, mirë atëherë siç po shihni titullin e temës tonë në ekranet tuaja, mesazhi i shpresës dhe optimizmit në udhëtimin e Isras dhe Mi'rajit, atëherë pa humbur kohë dham hoxhës fjalën që të filloj me ligjëratën e tij. Hoxhë nderuar, keni fjalën dhe mund të filloni tani. Allahu ju shpërblet. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë të madhit Allah xhella shanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Edhe një herë selamu aleikum për ju në studia që në Londër dhe gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Normalisht se muaji Rexhep e ka edhe këtë veçori, krahas asaj se është muaj i shenjtë, por dallohet edhe me atë se në këtë muaj ka ndodhur njëra nga ndodhitë madhështore që ne i themi muxhize, në fakt që është muxhize, jo ne i themi, po është muxhize, e që ka kuptimin mrekullim binatyrore Isras dhe Mi'rajit. Në bazë të shumë dietarëve, pra kjo ka ndodhur në muajin Rexhep, diku në natën e 27, dhe është një nga mrekullitë më madhështore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën botës dhe njerëzve në atë kohë ju tregua se ai është pejgamber i Zotit. Për çka është fjala? Fjala është për një udhtim të natës që i u mundsua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam
nga ana Allahu xhallashanuhu në sferat e larta qiellore. Ky udhtim pra përbëhet prej dy pjesëve. Pjesa e parë është udhtimi prej Mekke deri në Mesxhidi Aksa në Kudusi Sherif në Palestinë dhe mandej prej atje në sferat e larta qiellore deri atje ku ka dashur Allahu xhallashanuhu. Pra, ky udhtimi prej Mekës deri në Mesxhidi Aksa në Kudusi Sherif, quhet Isra, udhtimi i natës, ndërkaq udhtimi pastaj prej Mesxhidi Aksaje në sferat e larta qiellore quhet Mi'raj, pra ngjitje. Kjo është pra Misraja dhe Miraxhi. Është mucize, mrekullim binatyrore, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shkoi vet atje. Allahu xhallashanuhu atë e mori. Realisht, fillimisht të përmendi se për këtë temë do duhet jo vetëm një, po ndoshta 2 apo 3 ligjërate që ja përkushtojmë, duke lidhur edhe me realitetin ton, jo vetëm si histori, por në fillim të japim të dhëna, do thotë. Dhe si mrekulli madhështore, normalisht se nuk është në rregull që vetëm tregohet historia e saj, por duhet të lidhet me realitetin ton dhe të shohim ne si reflekton Israja dhe Miraxhi në jetën ton edhe në jetën moderne. Veçanërisht në këtë kohë, kur muslimanët përgjithësi po përballen me probleme të shumta, me gjendje jashtëzakonisht të rëndë që gjithë ne i shohim gjithandej. Ku të hapish televizorin do të thotë, nëse nuk është top temë, me siguri është lajmi i dytë gjendja në ndonjë vend musliman. Por megjithatë, ngjarja dhe Isras dhe Miraxhi që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo mrekulli që është dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tham, nuk përsëritet, nuk është si Kadri, nata e Kadrit, megjithatë ne e kujtojmë dhe marrim mësime prej saj dhe e shpjegojmë që të del në Majdan se çka në fakt mgërthen dhe çfarë mesazhesh mban nata e Isras edhe Miraxhit. Ne këtë ligjëratë kemi titulluar Mesazhi i shpresës dhe optimizmit, për shkak se do të ndalemi në rrethanat para se të ndodhe Israja dhe Miraxhi, çka i ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga këto rrethana do ta kuptojmë se pse Israja dhe Miraxhi është pra mesazh i shpresës për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para se të ndodhe Israja dhe Miraxhi, e cila si ndodhi ka ndodhur 1 vit e disa muaj para shpërnguljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pra në këtë periudhë ka ndodhur derisa ka qenë në Mekë, pra 1 vit e disa muaj para se të shpërngullet në Medinë. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ndodhen disa ndodhi, të cilat normalisht se e prekën atë si njeri. Dhe fjalë atë sikletin e vet. Pse themi këtë? Çka i ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? E para i vdiq axha i tij, Ebu Talibi. Ebu Talibi ishte babai i Hazreti Aliut, pra axha i pejgamberit alayhis salam, vëllau i babait. Ky person ka qenë shumë i rëndësishëm për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm se e rriti si jetim, se ngeli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetim. I vdiq babai, pastaj i vdiq edhe nëna pas lindjes, kështu që një herë mori gjyshi, pastaj i vdiq edhe gjyshi dhe ngeli me xhaxhain e tij Ebu Talibin. Por rëndësia e këtij personi qëndron në atë se ky ka qenë mbështetës i jashtëzakonshëm i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë mbrojtës i tij si faktor njeri flasim. Sa herë që është dashur, ky ka qenë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë me një fjalë ajo barierë që shumë njerëz i ka penguar që t'i bëjnë ndonjë dëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse do të duhej të ballafaqoheshin me Ebu Talibin. Mirë po, kur e themi këtë, do të kemi parasysh se krahas mbështetjes që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
krahas ndihmës që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si faktor njeri, megjithatë Ebu Talibi në bazë të burimeve historike sunnite nuk ka besuar. Do të thotë nuk i është bashkangjitur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në besim. Themi sipas burimeve tona sunnite, për shkak se sipas burimeve shiite, ata thonë se ai ka besuar. Keni parasysh se ai ka qenë babai i Hazreti Aliut dhe kjo është ajo pika që bën fakt kthesa që tek shiitët e bën që të bien pikpamjet e veta, faktikisht se ai ka besuar. Por burimet tona flasin se nuk ka besuar megjithatë. Por ka qenë një mbrojtës jashtëzakonisht i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Burimet historike flasin se në momentet e vdekjes, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar tek ai, do të thonë ka prezantuar aty, derisa ka qenë shtratin e vdekjes. Por dhe i ka ofruar, i ka thënë, o xhaxha, thuaje një fjalë që unë të mund me këtë fjalë të ndërmjetësoj tek Allahu xhaleshanuhu. Pra shahadetin të thot. Mirë po aty ka qenë edhe Abu Xehli dhe disa nga paria mekase idhujtar, të cilët nga ana tjetër i kanë thënë si e lën fen e gjyshërve dhe stërgjyshërve tuaj, fen e të parve. Pa edhe ky opsioni edhe sot që ka përmendet feja e të parve, mund të themi se ja ka hëngër kokën e Ebu Talibit. Për shkak se ai në fund, në bazë burimeve historike, pra megjithatë ka thonë në fen e të parve dhe që ai ka nënkuptuar me atë idhujtarin, por duke menduar se kjo është feja që ka trashëguar prej Ibrahimit a.s. Ndërka s'ka pas lidhje, se Ibrahimi a.s. ka qenë besim të pastër, nuk ka qenë besim idhujtar. Por megjithatë kështu e ka konceptuar ai fen e të parve, që edhe sot dëgjohet nga shumë njerëz kthemin fen e të parve, dhe vdes pra si jo besimtar. Megjithatë, si person i afërm i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka merita jashtëzakonisht të mëdha sepse e ka ndihmuar atë, i ka ofruar mbështetje dhe çdo herë ka qenë në mbrojtje të tij. E tash vdekja e Ebu Talibit normalisht e preku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Krahas saj nuk i besoi, megjithatë ishte një mbështetës i madh i tij. Dhe po ashtu u lehtësoi apo hapi rrugë, kështu në mëse mund të themi, tek disa idhujtar që më lehët tash mund t'i afrohen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në bazë të standardeve njerëzore flasim, se mbrojtës ka qenë Allahu xhaleshanuhu. Por në bazë të standardeve njerëzore. Kështu që vdekja pra e preku pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pa dyshim. Normalisht se u mërzit. Edhe xhaxha e kisht, por në të njëjtën kohë edhe kishte rritur ky, pra kështë qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bashkë me fëmijët e tij ishte rritur, se ky e kishte marrë në përkujdesje, si faktor njeri flasim, ku kishte ngelur jetim, dhe po ashtu kishte qenë edhe mbrojtës i tij. Dhe kjo pa dyshim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka dyshim pra se e preku. Tash kjo i ndodhi, u brengos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe si ndodhi nuk është e vetmja e kësaj natyre për të. Çka ndodhi pastaj? Krahas Ebu Talibit, mbas 2 apo 3 muaj diku, se thuhet Ebu Talibi ka vdekur në muajin Rexhep, ndërka është diku në muajin Ramazan, të po të njëjtit vit, pra që është shënuar apo njihet si Amul Huzn, viti i brengosjes, i sikletit, ka vdekur edhe gruaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëna e besimtarve Hatixheja, e cila po ashtu ka qenë edhe mbështetëse e madhe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur themi gruaja e tij, spari normalisht se si grua një herë, me cilën ka jetuar. E dyta, ajo ka qenë mbështetëse e madhe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe momentet e para, kur i erdhi shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra kur u takua me Xhibrilin dhe kur nuk e dinte se kush është ai që i ka ardhur, njeriu i parë me të cilin kontaktoi dhe të cilit i aqau dertin, hallin, ishte Hatixheja, gruaja e tij. Dhe ajo e qetësoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Do të thotë, thirrja islame faktikisht
krahas pejgamberit sallallahu që nuk diskutohet, fillet e saj, figurë këtë që kanë edhe Hatixhen, do të thotë një grua. Për ata që thonë se në islam gruaja është anashkaluar, është lënë dorës ditë shumë radh, nuk kanë të drejtë. Sepse fillet e misionit pejgamberik, fillet e shpalljes lidhen edhe me këtë grua, burri, pejgamberi sallallahu dhe gruaja e tij. Ajo ishte njeriu i parë të cilit pejgamberi i u drejtua. Dhe kjo grua pastaj e mori pejgamberi sallallahu edhe e qetësoi, por në të njëjtën kohë edhe e dërgoi te një kushërir i saj, i cili kishte njohuri nga librat e mëparshme, dhe i tha do të bisedojmë edhe me atë, ndoshta ai din ta shpjegoje këtë që të ka ndodhur ti. Pra takimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Xhibrilin. Dhe ashtu ndodhi, ai tha se ty të ka ardhur ai që i ka ardhur Musait, pra namusi apo përgëzuesi meleku Xhibrili. Do të thotë roli i Hatixhes i shumë i rëndësishëm prej filleve të Islamit dhe është njeriu i parë që i besoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ja tregoi ai rastin. Do të thotë fillet e thirrjes islame besimtar të parë kanë pasur gruan, ka qenë Hatixheja. Po jo vetëm kaq. Pastaj Hatixheja i ka ndihmuar shumë edhe materialisht, jo vetëm moralisht. Se moralisht po, i ka dhënë kurajo e shumë radh, po edhe materialisht. Hatixha ka qenë një njeri, apo ka qenë një grua e pasur. Ka pasur edhe bizneset veta, tregtare e madhe. Bile në karavanin e saj njëherë për në Sham ka udhëtuar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe pikërisht sjellja e tij korrekte, përkushtimi i tij dhe largimi i tij nga çdo mashtrim në tregti ka qenë edhe prej shkaqeve që e kanë nxitur atë të martohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili në atë kohë normalisht nuk ka qenë pejgamber. Ajo e ka njohur si njeri të mirë, besnik i shumë radh, por edhe kjo sjellje në tregti edhe më tepër ja ka shtuar pra besimin, ja ka shtuar atë mahniqen me këtë person, kështu që edhe martohet me të. Do të thotë pastaj kur filloi me mision pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo e ka vënë në shërbim të tij edhe pasurinë që e ka pasur, pra në shërbim të Islamit në fakt. Edhe pasurinë që e ka pasur. Dhe nga pasuria e saj ka shpenzuar, ka dhënë pra për ta mbështet thirrjen islame dhe muslimanët e parë të cilët kishin probleme të natyrave të ndryshme në fillimet e tyre. E tash, kjo grua fisnike, besnike, besimtare, mbështetëse e madhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo pra vdiq. Në po këtë vit që e tham, e përmendëm vitin e Amul Huzn që është quajtur, viti kur i brengosjes me një fjalë se normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u prek si njeri, i vdiq axhaj, i vdiq edhe gruaja. Edhe ishin mbështetës të tij si familjar. Tash i vdiq edhe gruaja, pra Hatixheja, dhe kjo e preku edhe më tepër, sepse kjo edhe i kishte besuar atij, dhe ishte normalisht njeriu që jetonte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra ishte bashkëshortja e tij. Dhe vazhdoi pra kjo gjendje, këto sprova, ky siklet me një fjalë, vazhduan njëri pas tjetrit në këtë vit. Dhe kjo normalisht se e preku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk është shqetësi sa ai ka qenë njeri, ka qenë pejgamberi i Zotit, por ka qenë edhe njeri normalisht, edhe ai dimensioni njerëzor nuk eliminohet nga këto ngjarje. Pra ka pasur si çdo njeri që preket kur i vdes një i afër, veçanërisht pra njeriu me cilin ka jetuar bashkëshortja, po edhe axha i tij i cili e ka rritur, pra si çdo njeri që preket, u prek edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po nuk do të thotë se u prek në atë nivel që ta humbe shpresën, jo. Mirë, po u prek si njeri që ka ndjenja, që ka të afër me kështu me radhë. Krahas këtyre dy ngjarjeve, pra vdekjes Ebu Talibit midis dhe Hatixhes, gruas së tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pësoi edhe një ngjarje tjetër, pra ndodhi edhe një ngjarje tjetër, e cila po ashtu e preku atë. Çka ishte ajo ngjarje që e preku atë?
Ajo ngjarje që e preku atë ishte se në atë vit ai shkoi në Taif të thirrë në Islam. Mirë po, kur shkoi në Taif të thirrë në Islam, atje nuk e pranuan. Do të thot, ai mendoj se do të gjej mbështetës, mendoj se do ta mbështesin e kështu me radhë. Mirë po nuk e pranuan. Dhe jo vetëm që nuk e pranuan, por edhe e gurzuan, e gjuajtën me gur realisht. Pra në formën ma të erët, ma të rep, ma brutale e refuzuan. Do të thot, ai mendoj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mendoj se si të largo në Mekë nuk pati sukses, dhe tash mendoj se nëse shkon në Taif, atje do të gjejmë mbështetje. Por kur shkojnë në Taif, atje gjeti një refuzim edhe më të ashpër. Pra, i rënditën në rrugë njerëzit, edhe kur kalonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e gjuajtën me gurës. U ndal në një kopsht, edhe në atë kopsht, pra, aty një shërbetor që punonte, një djalosh, pra, prej një vendi tjetër, prej vendit ku kishte qenë Yunusi alayhis salam, prej atij vendi ishte dhe ai po punonte aty në kopshtin e Taifit, ai i ofroi pak rush edhe mbështetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që edhe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjeti pra një refuzim, e refuzuan ashpër, edhe e gjakosën bile, pra ju mbushën edhe këpucët apo ju gjakosën këmbët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ngjarje e preku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nuk gjeti mbështetës atje. Pra njëra pas tjetrën, këto ngjarje ndikuan normalisht te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo që ta bëjnë që ai ta lën thirrjen, jo, po normalisht se ndikuan në disponimin e tij, dhe pse ai kishte mbështetje të pa rezervë, kështu të themi në Allahun xhaleshanu, dhe dinte se Allah i ka gjërat në dorë, por si faktor njeri normalisht se këto ndikuan. E tash, krejt këto ngjarje flasin se aty pra ka pasur momentet brengosjes, momentet cikletit, momentet të asaj se ja pra mosh ngushtuar rrethi këtu, në këtë dynja. Dhe erdhi ndodhia e Isras dhe Mirajit, mrekullia pra mbi natyrore, që ti tregoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa do të ngushtohet rrethi ti këtu në këtë dynja. Allahu xhaleshanuhu e ka fuqinë madhështore. Pra ai ka në dorë gjërat. Dhe e nxori ti tregoj se me gjithë ato fuqia Allahut është më e madhe se kaq. Për ato Muhammed ti mos u mërzit se ajo që të ndodhi ty dhe ato që ti ndjehesh i ngushtuar në vendin tënd apo në botë, dije se ai që të ka angazhuar me këtë mision, ai ka në dorë qiejt edhe tokën. Dhe Allahu xhaleshanu këtë ndodhi e bëri, si thot edhe Muhammed Gazali në librin e tij, balsam për gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjendje shpirtërore emocionale. E ja dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë dhurat, pra që ta shëroj, ta ngushëlloj, pra ta ngushëlloj për atë që i ka ndodhur dhe për ato momente të rënda, dhe për ato momente normalisht që e mërzitën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si njeri flasim, vdekja e Xhaxhait, vdekja e gruas, refuzimi që ja bën banorët e Taifit e kështu me radhë. Krejt këto pra ishin ngjarje që pas tyre erdhi mrekullia e Isras dhe Mirajit si mesazh se sado që të ngushtohet rrethi, fuqia e qetërkuj është ajo që të nxjerr ti nga ajo gjendje. Dhe Allahu xhaleshanu, jo vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por edhe neve me këtë na jep mesazh përmes kësaj ngjarje. Pra, kur analizojmë kontekstin që ka ndodhur, ngjarjet që ka ndodhur para dhe pasimin e ndodhisë së Isras edhe Mirajit, ne kuptojmë se kjo ndodhi apo kjo mrekulli ka mesazhin e optimizmit, shpresës dhe çlirimit nga ankthi, çlirimit nga brengat.
Allahu Gjallëshanuhu ja dha me këtë mbështetjen, e ngushtoi shpirtërisht dhe në të njëjtën kohë na jep edhe neve muslimanëve mesazh, veçanërisht në këtë kohë, në kohën e modernizmit, që ne si njerëz jemi edhe me stres, edhe shumë njerëz me depresion, me ngarkesa të mëdha, me probleme të mëdha, shpeshherë e ndjejmë veten se na është ngushtuar rrethi, na janë ngushtuar gjërat, ndjehemi edhe të dëshpëruar, bile disa njerëz nga problemet që i ndodhin atij në jetën e vet, kalojnë edhe në depresion bile. Ne nuk është shqetësi, se po shohim sot shumë edhe prej muslimanëve, njerëz të cilët kanë probleme shumë të ndryshme, kanë probleme që e randojnë gjendjen e tyre psikologjike pra. Njëra pas tjetrës, mund njeriu dështojnë shumë raste, për shembull vinë tek ne shpeshherë, ankohen edhe kërkojnë si hosh, mos më ka bë dikush. Pse dikush thot për shembull kam ra lejen s'kam mund ta marr, në provimin e lejes. Dikush thot kam aplikuar për punë, nuk më kam pranuar, ka diçka nuk shkon, mos më ka bë dikush. Kuptoni? Pra vine kjo gjendje randuar, mandaj disa aq tepër ngarkohen nga kjo gjendje, aq tepër preken sa që mund kalojnë edhe në depresion. E tash besimtari i vërtet, kur e merr ta lexojë ndodhin e Isras dhe Mirajit, pra mrekullinë madhështore të saj, dhe gjendjen para saj, ai duhet t'i kaloj krejt këto gjëra dhe nuk duhet të bjerë në depresion. Pse? Se përmes Isras edhe Mirajit, Allahu Gjellëshanu i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se jo, nuk të është ngushtuar ty i rrethi, ashtu duket ti, po, gjërat në dorë i ka tjetërkush, pra ai tjetërkush i dirigjon, e nxori në sferat e larta qiellore që të tregoje fuqia e Allahut është shumë më e madhe, ai vendi ku je ti. Ato gjëra që të kanë ndodhur në atë hapësirë ku je ti, është shumë i vogël ai vend krahasim me gjithësinë unë që kam krijuar. Pra i tha, ta merr mendja ty se unë që kam krijuar këtë gjithësi, këto qie, këto planete, nuk mund ta pastroj punën tënde në atë tokë të vogël atje në krahasim me këto? Jo pra, është e krejt e kundërta. Po këto janë ligjet jetës. Ne ballafaqohemi me to, ligjet e jetës, sprovat dhe sfidat që na ndodhin, besimtarin e vërtet e forcojnë dhe normalisht se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se besimtarët e vërtet sprovohen. Do të thotë, to gjëra që ndodhin duhet kuptohen si sprova të jetës, të cilat ty do të bëjnë si besimtar edhe më të fortë, edhe më të fuqishëm, por jo të biesh në depresion. Pra, ngjarja apo mrekullia mbi natyrore e Isras edhe Mirajit ka mesazh shprese se nuk duhet t'i humbin shpresat asnjëherë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i vetëm në atë kohë. I vdiq gruaja, ngeli pa grua. I vdiq axha një mbështetës, ngeli pa mbështetës nga faktori njeri. E përzun, e dëbuan, e gjuajtën me gur në Taif. Ngeli pra nga të gjitha anët i larguar, i refuzuar, në një gjendje të rëndë si njeri flasim pra tash. Por, Allahu Gjellëshanu i tha se jo, me gjitha të, unë nuk të kam lëshuar prej dore. Që do të thotë, ne sot kur këthemi, edhe në nivel personal si njerëz, kur ballafaqohemi me probleme të ndryshme, nëse jemi besimtar të vërtet, duhet ta kthejmë kokën ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk guxojnë problemet tona të jenë shkak i depresionit ton. Nuk guxojnë të na nxjerrin në një gjendje shpirtërore të rënduar që nuk dim edhe ne, mandej ka qamba. Nuk guxojmë t'i humbim shpresat. Krahas problemeve që i kemi, shikoni pra, vetëm analizoni, në botë, në përgjithësi, ku muslimanët janë edhe me shumicë bile. Probleme ka ndryshme, veçanërisht në botën arabe, po edhe në vendet tjera të botës. Muslimanët kanë shumë probleme, me gjithë ato, pyetja është, a duhet kjo të na bëjë neve pesimist? A duhet kjo të na thotë neve se ju çka, jo duhet tash ju të kalonin depresion? Çka muslimanët, atje vriten, atje shkatron, atje masakron, atje gjendja kështu, atje gjendja ashtu, çka janë? Muslimanët edhe gjatë historisë kanë pasur momente të rënda në ekzistimin e vet. Megjithatë, krejt këto janë tregues se duhet me pas
pra mbështetje në Allahun xhaleshanu dhe duhet ecur përpara dhe duhet punuar që dilet nga kjo gjendje. Pikërisht mrekullia e Isras edhe e Mirajit na tregon pra se krahas krejt problemeve me të cilat ballafaqohemi, nëse jemi besimtar të vërtet dhe kemi mbështetje të sinqert në Allahun xhaleshanuhu, pra ndihma e Allahut xhaleshanu do të vjen. Ashtu siç e nxori pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga ai rrethi i ngushtuar i jetës së tij, pra nga ato rrethana që e ngarkuan tepër në vendin ku jetonte dhe Allahu xhaleshanu ja tregoi sferat e larta qiellore, ndihma e Allahu xhaleshanu do të vjen krahas krejt problemeve që ndodhin edhe për ne nëse jemi besimtar të vërtet, dhe problemet do të zgjidhen, por duhet të punojmë po ashtu. Por e para është që mos t'i humbim shpresat dhe të jemi optimist, dhe të punojmë po ashtu ne. Inshallah, edhe kur janë pjeqe niveli personal, por edhe niveli komunitar, apo shoqëror, apo edhe si umet, nivel të umetit, pra kjo bindje duhet të jetë për ne. Pra kjo është mesazhi që e marrim nga rrethanat para Isras edhe Mirajit, mesazhi i shpresës edhe i optimizmit që duhet të ekzistojë për ne. Tash unë ala juve shpëtim në studio që nëse keni ndonjë pyetje apo eventualisht të shtojmë, thash se kjo temë ndoshta do t'ja kushtojmë edhe një ligjërat pas apo më tepër për disa aspekte tjera, nuk mund t'i përmbledhim të gjitha pra sonte në këtë ligjërat. Atëherë, Allah është përbleft, më qëndruar për ligjëratën, shikos dhe në gjuhës të ndëruar, ju ftojmë qashtë që t'i dërgoni pyetjet e juaja, apo edhe nëse dëshironi dhe të inkuadroni drejt për drejt, mund t'i inkuadroni në këtë mënyrë që i cekëm në fillim të emisionit, pra nëpërmjet numrit të telefonit +44753387766. Mund ta shkruani edhe në Messenger, pra në Messenger shkruajmë si Arena, apo gjithashtu edhe në TikTok, tu mund të dërgoni pyetjet e juaja, ju që jeni në panel, nëse dëshironi të bëni ndonjë pyetje hoxhës ndëruar lidhur me temën të mesazhi i shpresës dhe optimizmit në udhëtimin e Isras dhe Mirajit, mund t'i bëni pyetjet e juaja sipas kohës dhe dëshirës që keni. Ndërkohë derisa të vinë ndonjë pyetje tjetër prej shikuesve, të pyet hoxhë Isra dhe Miraji, pse thot Allahu e dërgoi Muhamedit alayhi salatu wasalam në Miraj pikërisht në vitin më të dhimbshëm të jetës së tij? Po, do të thotë ajo që tham, në vitin më të dhimbshëm të jetës së tij që ta ngushëlloj dhe të jep mesazh edhe atij po edhe muslimanëve pas, se megjithatë sado që të ngushtohet rrethi në botë apo nga kundërshtarët tuaj, duhet të dini se çdo herë keni mbështetjen e Allahut dhe ndihma e Allahut është me ju nëse ju e meritoni normalisht. Pra kjo ishte ngushëllim për ta. Nxitje e shpresës tek ai, mbështetje hynore drejt për drejt, ja tregoje se shikoni, pra megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte pejgamberi i Zotit, po edhe elementi njeri nuk duhet të anashkalohet dhe të përjashtohet. Dhe tash kemi elementi njeri që mërzitet për shkak të këtyre ngjarjeve dhe kemi elementin hynor që i thot se megjithatë ty të ka në dorë dikush tjetër. Dhe Allahu xhaleshanu e ngriti në sferat e larta qiellore që ishte një mesazh i qartë se ai i cili ka krijuar këto qiej nuk e ka problem e Buxhelin që ty të mundon poshtë. Kuptoni pra, nuk e ka problem ato që të ka ndodhur ti, ai mund t'i zgjidhe pa problem ato gjëra. Por kjo është ligji i jetës që duhet të zhvillohet, edhe ti do të ballafaqohesh me sprova, por mbështetja është nga Allahu xhaleshanu. Edhe në momentet më të rënda të jetës tënde, edhe kur e ke mangusht, nuk duhet të humbish shpresat në Allahu xhaleshanu, sepse ai është i cili ta zgjat dorën e ndihmës edhe kur je mangusht. Po të ndodhen këto gjëra, duhet t'i kuptosh sprova që të vinë në jetë. Sfida me të cilat ti ballafaqohesh në jetën tënde e kështu me radhë. Atëherë shkojmë me pyetjen që ka ardhur me shkrim
do thot çfarë kuptimi ka fakti që Israja fillon nga Mekka drejt Jerusalemit e jo drejt qiellit. Drejt prej Mekka. Po. Me këtë spari një herë u bë lidhja e vendeve të shenjta. Lidhja e këtyre dy xhamive, Qabes dhe Mesxhidi Aksas. Mesxhidi Aksaja keni parasysh Beitul Maqdisi është vendi ku kanë qenë shumica e pejgamberëve që kanë ardhur. Dhe aty janë falur, dhe është toka e pejgamberëve pra. U bën lidhja se historia islame është pjesë e historisë Mesxhidi Aksaja. Do thot, kiblja e parë ku muslimanët që janë kthyer, kur kanë filluar me namaz, nuk ka qenë Qabe, apo ka qenë Mesxhidi Aksaja. Më pas janë drejtuar ka Qabja, pra ishte Qabja e parë apo kiblja e parë e muslimanëve. Për atë lidhja, udhëtimi që ka ndodhur prej Mekke në Mesxhidi Aksa është udhëtimi i lidhshmërisë së historisë i këtyre dy vendeve dhe i kontinuitetit të pejgamberëve të Zotit, se të gjithë kanë pasur një mision, të gjithë kanë pasur një mesazh dhe të gjithë kanë punuar për një kauzë. Dhe ndodhi kjo lidhje për shkak se pra Mesxhidi Aksaja është toka e pejgamberëve dhe prej atje mandej u lidh edhe me qiellin. Pyetja tjetër është në surën Isra në ajetin 1. Allahu thotë subhanallahu bi 'abdihi. Do kështu fillon ajeti. Lejla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Do të lavdëruar qoftë të ai i cili dhe të robët e tij e morë robën e tij dhe prej Masjid al-Haram dhe Masjid al-Aqsa. Se këtu thot nuk po përmendet Miraxhi, po vetëm Israja, edhe jo Miraxhi në mënyrë të drejtë për drejtë. Për shkak se këtu Allahu xhaleshanu flet për stacionet e tokës. Dhe flet për udhtimin që është bërë pejgamberi sallallahu në këto dy xhami të ndershme. Se qielli në këtë rast pra nuk është xhami, keni parasysh xhamit në tokë flitet. Në qiell ka Beitul Ma'muri që është përmendur në hadithe, por flitet për xhamit e tokës dhe për vendet e shenjta në tokë. Për këtë pra e ka përmendur Mesxhidi Aksa në lidhjen e këtyre dy xhamive nga toka. E pastaj Allahu xhaleshanuhu e ka çuar në Mirax. Me rëndësi ka qenë pra ky udhtim deri në Mesxhidi Aksa për të treguar lidhjen e historisë, se pastaj për në sferat e larta qiellore atje veç kalon në dimension tjetër më. Dimensioni njerëzor është ratë dhe këtu e ka lidh në surën Isra, dhe ky është udhtimi i natës. Isra është udhtimi që bëhet natën pra po në nivelet tokësore, jo në nivelet qiellore. Çfarë simbolizon Beitul Maqdis në këtë udhtim dhe çfarë domethënie ka Beitul Maqdis? Beitul Maqdis ka domethënien e piktakimit të pejgamberëve të Zotit, lidhjes së historisë dhe mesazhit unik që kanë pasur pejgamberët e Zotit. Se prej Ademit alayhis salam deri te pejgamberi i fundit kanë pasur një mesazh, një drejtim dhe për një kauz kanë luftuar. Dhe pikërisht pra në Mesxhidi Aksa aty u tubuan te ajo kible. Se keni parasysh në atë kohë Mekkeja ende nuk ishte e pastruar nga idhujtarët realisht. Ende kishte puta, idhuje kështu me radhë. Kështu që Mesxhidi Aksaja kishte një karakter tjetër në atë kohë. Njihej pra si vendi i pejgamberëve. Dhe pikërisht simbolika qëndron në këtë se i bëri bashk të gjithë pejgamberët e historisë. E bëri bashk historinë njerëzore në kuptim të mesazhit që kanë pasur të dërguarit e Allahut dhe e tregoi lidhshmërinë se në historinë islame pra Mekkeja apo Qabeja nuk shkon pa Mesxhidi Aksa. Këto janë shtylla shumë të rëndësishme bashkë me Medinën, me xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë pra tre xhami që edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmendur në hadithin e tij. U bë lidhja e historisë, lidhja me pejgamberët, lidhja me vendet e shenjta dhe u tregua uniteti i
pejgamberëve në kuptim të mesazhit të cilin e kanë përcjellur. Se namazi u bë farz në Miraj dhe jo në ndonjë moment tjetër. Ta shikoni kjo, pse në Miraj normalisht se caktimi Allahu xhaleshanuhu është, por namazi është lidhja e drejt për drejt dhe komunikimi drejt për drejt që besimtari e bën me Allahun xhaleshanuhu. Për atë edhe të gjitha farzet që janë bërë obligim tokë, e namazi u bë obligim në Miraj, që tregoj se është Miraj i besimtarit ditor që e bën. Pse? Sepse në Miraj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam foli drejt për drejt me Allahun xhaleshanu. Ndërkaq kur fal namaz, aty pra në namaz besimtari komunikon me Allahun xhaleshanu. Namazi është lidhje besimtarit me Allahun xhaleshanu dhe kjo lidhje ditore 5 herë në ditë që bëhet, pra normalisht se meritonte edhe urdhri për të apo lajmi për obligueshmërinë e këtij obligimi të bëhet në qiell, sepse është ngritje e besimtarit në sferat shumë të larta qiellore dhe është komunikim i besimtarit me Allahun xhaleshanuhu wa xhalelalu dhe është normalisht farzi më i madh islam, sepse kemi parasysh çdo ditë bëhet. Për shembull, derisa zeqati është një herë në vit, haxhi një herë në jetë, agjerimi një muaj në vit e kështu me radhë, ndërkaq namazi është 5 herë në ditë dhe është komunikim, sepse nuk është se nxjerr ti një lloj pasurie ose për shembull si në Ramazan nuk ka dhe nuk pi. Jo, po ti falesh, lexon çka Kur'an. Lexon Kur'an, fjalën e Zotit dhe kjo do të thotë se komunikon me Allahun xhaleshanu. Komunikim përmes namazit dhe përmes fjalës së tij dhe kjo ka merituar apo i ka pasur hije që me të vërtet të ndodh obligimi për të ndodh në qiell. Pyetjet e radhës tash do të vinë pak nga një natyrë pak më specifike, që indirekt do të kenë diçka të bëjnë me Isra dhe Mirajin, një lloj ngritje, jo në atë Isra dhe Mirajin që i ndodhi Muhamedit alayhis salam me shpirt dhe me trupa dhe me mendjen me gjitha, por në këtë rast këto pyetje kanë të bëjnë me personin i cili është i thyer në jetën e tij dhe është shumë i refuzuar nga gjithë njerëzit. Çka i mëson Isra dhe Miraji njeriu i cili do të ndihet i thyer dhe i refuzuar nga njerëzit? Nëse Miraji mëson se nëse je i thirr apo i refuzuar nga njerëzit, nuk do të thotë se je i keq realisht. Dhe nuk do të thotë se ti je gabim. Se edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndodhi i tillë, u refuzua, pati edhe këto momente të rënda, pati edhe këto thyrjet që i ndodhen pra si faktor njeri pra, dhe po ashtu edhe refuzimi që ja bën nuk do të thotë se ai ishte gabim, por gabimi ishte tek njerëzit. Që do të thotë nëse të ndodhin këto gjëra, në Isran dhe Mirajin e ke mesazhin se çdo herë duhet të ngritesh mbi ato. Do thonë, nëse don të mbjetosh, duhet të ngritesh mbi këto thyrje dhe refuzime që të bëhen nga njerëzit. Dhe Isra dhe Miraji është një shembull jashtëzakonisht i mirë dhe një mësim i jashtëzakonshëm pikërisht për këtë gjë. Se duhet të ngritesh mbi to dhe atë ndihmën e Allahu xhaleshanu e ke me vete. Normalisht këto duhet kuptohen si sprova të jetës që i ndodhin njeriu, duhet të kuptohen pjesë e jetës, pjesë e ligjeve, por edhe ndihma e Allahu xhaleshanuhu është me ti, por normalisht sprovat ndodhin ta tregojnë karakterin tënd dhe besimin tënd se sa i fuqishëm je. Ju them edhe ju që jeni këtu në panel të TikTokut, nëse keni dëshirë të bëni hoxhë ndonjë pyetje, mund thjesht ta hapni mikrofonin dhe të kërkoni edhe të mundësinë e pyetjes, do t'ju japim hapësirën edhe juve. Po përndryshe derisa dikush nga ju do të jetë i gatshëm të bëjmë pyetje me zë, atëherë do të lexojmë pyetjen e radhës. A mund të themi se Miraji ishte terapi hyjnore për zemrën e Muhamedit alayhis salam? Po ne përmendëm atë që ka qenë edhe imam, do të thonë Muhammed Gazali, dietari i shquar Muhammed Gazali, thotë ishte balsam për zemrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ishte ngushëllim shpirtëror që u dha atij. Ishte mbështetje që për të dalë nga ajo situatë pra në të cilën ishte. Ishte një mesazh i qartë se megjithatë ndihmën tënde tjetër kush ta jep pra ty. Dhe faktori njeri sado që të mendosh ti se të mbështet, megjithatë pra nuk mund ta kryej rolin ashtu
si duhet, sepse vdes njeriu. E Allahu xhaleshanu është ai përjeshëm i cili nuk vdes asnjëherë. Nëse ke ndonjë mbështetës, puri mos haroj që është njeri, sa ai nesër mund të vdes, ose pas një kohe, kështu që ti ngelesh përsëri i vetmuar. Por ai që nga i cili nuk ngelesh asnjëherë i vetmuar është Allahu xhaleshanu. Dhe po, padyshim, Israi dhe Miraxhi është një balsam, është një terapi, është një mbështetje, është një mesazh optimizmi, është hapje horizonteve të reja, është shikim çdo herë përpara dhe përgatitje për ballafaqim me sfidat dhe sprovat e jetës. Çfarë lidhje ka Miraxhi me shërimin nga depresioni dhe humbja e shpresës për një njeri i cili Miraxhi ka lidhje sepse ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto momente të rënda siç u nxorr nga bota, besimtari duhet ta kuptojë nxjerrjen e tij, largimin e tij, ngritjen e tij mbi këto elemente që e ngarkojnë gjendjen e tij psikologjike. Dhe ashtu siç Allahu xhaleshanu e ndihmoi pejgamberin e tij, edhe besimtari ndihmohet, por duhet ta kërkojë dhe ta meritojë këtë ndihmë. Ashtu Allahu xhaleshanu siç ja dha ndihmën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja jep edhe besimtarit të vërtetë nëse ai e meriton dhe e kërkon prej Allahu xhaleshanu, dhe ajo është mbështetja e tij dhe nxjerrja e tij nga ajo gjendje e rëndë të depresionit. Në këtë drejtim pra Miraxhi është se kuri mos t'i humbim shpresat dhe mos ta humbim besimin në mbështetjen e Allahut xhaleshanu. Çdo herë të mbështetemi në Allahun xhaleshanu dhe të llogarisim në ndihmën e tij për daljen tonë nga gjendja në të cilën jemi. A ka çdo njeri Miraxhin e vet personal dhe pas një krize? Normalisht, e para njëherë, namazi është Miraxhi besimtarit, ditor. E dyta, kur besimtari pra me besimin e vet i tejkalon këtë gjëra, i tejkalon këto sfida, këto sprova, këto momente të rënda që i ndodhin atij, normalisht se ky është Miraxhi në kuptim ngritjes së tij në sferat e larta, ngritjes së tij në nivelet e besimit dhe afrimit të tij me Allahun xhaleshanuhu. Tamam. Se Allahu pikërisht e ngriti Muhammedin alayhi salatu wasallam pikërisht në atë periudhë kur ai ishte i lodhur dhe shpirtisht Po, e ngriti pikërisht në atë kohë, në atë periudhë që ti tregoj se me gjithë atë mbështetjen tënde apo misioni yt është punë e tjetërku, jo e njeriut. Dhe ti nuk duhet as të mërzitesh, as të humbish shpresash, as të mos vazhdosh në rrugën tënde se unë jam ai që ta siguroj ti këtë. Pikërisht në këtë kohë kishte nevojë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë mesazh, por jo vetëm ai, kishin nevojë edhe muslimanët. Dhe kur u tregoi, kjo ishte edhe një lloj mbështetje për muslimanët, se megjithatë Allahu xhaleshanu është ai i cili na ka në dorë, e jo faktori njeri, kush e di sa i fuqishëm që të jetë ai. Mund nga përkruan pak në pika shkurta, si ishte puna e llojeve të namazeve që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa nga një qiell në qiellin tjetër, formë të tjetër të namazit, disa ai pa në kam, disa atë ulur ashtu, mund ta shpjegoj pak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inshallah do ta kemi këtë si temë inshallah, se me cilët pejgamber u takua në qiell realisht, do të jetë temë e ligjëratës ton të ardhshme inshallah edhe të asaj që pa në qiell, edhe kjo ka mesazhin e vet moral. Pra pa njerëz duke u dënuar, pa njerëz duke u shpërbler, por pa edhe pejgamber të tjerë. Me thonë, kjo tregon mënyrat e adhurimit të pejgamberëve realisht. Dhe krejt këto janë forma të adhurimit, që do të thotë se çdo formë e ka adhurimin e vet dhe çdo pejgamber e ka pasur mënyrën se si është drejtuar Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu. Me një fjalë, pra të gjithë pejgamberët kanë qenë në shërbim të Allahu xhaleshanu në periudha të ndryshme kohore, me forma të ndryshme të adhurimit, por të përbashkët e kanë pasur atë se kanë bërë adhurim për Allahun xhaleshanu wa xhalla xhelalu. Lidhur me Isra dhe Miraxhin prap. Nëse Allahu e la Muhammedin alayhi salatu wasalam në atë pozitë të vështirë, pse mendon njeriu se ai e ka harruar atë? Allahu e ka harruar atë.
Shikoni, do të thotë, sprova që i ndodhi njeriut nuk janë se Allahu e ka haruar, por pikërisht janë ato se njerëzit, besimtarët e vërtet, ballafaqohen me sprova. Kjo duhet të dihet. Nëse njeriu mendon se e ka haruar, është gabimi njeriut, pra, Allahu nuk haron. Haron mund të thuash se dikush më ka haruar, njeriu më ka haruar, por Allahu, i cili është absolut, nuk haron. Pra, kjo është se ne nuk kemi ndoshta edhe konceptin e duhur për qenjen e Allahu Xheleshanu. Se kush është Allahu Xheleshanu? Atëherë neve na duhet çështjen e besimit të rishikojmë atë mënyrën tonë se si besojmë ne. Për atë pra, nëse të ndodhin këto problema për i ndodhin njeriu, kjo nuk është se Allahu e ka haruar, por është se ai është besimtar i vërtet dhe ka sprova dhe sfida në jetën e tij. Pra po flasim për atë miraqin personal të njerëzve që ishin në thyrje apo në dhimbje. Nëse dikush do të thotë është i thyer, a është më afër apo më larg miraqit të tij? Është më afër miraqit të tij. Është më afër që ai të ngritet nga ajo gjendje. Por ai mund të largohet nëse nuk e kapën momentin. Pra, në atë gjendje që është, ai është më afër ta tejkaloj atë, ta tregoj besimin e tij të fortë, mbështetjen në Allahun Xheleshanu dhe ta meritoj inshallah edhe ndihmën e Allahut Xheleshanu. Por në të njëjtën kohë, nëse ai nuk i ndjek këto hapa, atëherë padyshim se ai mund edhe të jetë më lart realisht kthimit te Allahu Xheleshanu. Këtë varet se ai si do të pozicionohet. Pyetja tjetër, a është atë miraqi një premtim, domethënë se dhimbja nuk është fundi, por porta e dritës? Po pikërisht ajo është. Allahu Xheleshanu me këtë i tregoj se ajo që ndodhen brengat tua, sikletet tua, dhimbjet tua, nuk është se është fundi dhe më nuk ka rrugdalje për ty. Por kjo pikërisht është mundësia në fakt. Mundësia që ti të fillosh diçka tjetër. Mundësia për të ringritur dhe për të rikthyer fuqishëm. Mundësia për të parë se me gjithë atë gjërat janë në kompetencë të Allahu Xheleshanu dhe mbështetësi më i madh është Allahu, nuk është faktori njeri faktikisht. Përse disa njerëz thyhen për të mos u ngritur kur dhe është kjo rezultati i humbjes besimit, dhe ndërsa disa njerëz thyhen për të ngritur më lart, dhe është kjo arsyeja e imanit të tyre që kanë edhe besimin dhe mbështetjen e Allahut. Po, padyshim se njeriu i cili ngritet, ne e tham edhe pak më parë besoj se ai i cili nga provat arritet të ngritet tregon se ka një besim të fuqishëm dhe arrin që qetë më afër miraqit të tij. Ndërkaq ai i cili dështon në provat e tij tregon faktikisht se ka nevojë për besimin e vet ta rikapituloj, domethënë ta rishikoj se vërtet a është në nivelin e duhur apo nuk është në nivelin e duhur. Edhe një pyetje është parapërsisht e ngjashme, nëse dikush sot është në fund të forcave, ju kanë konsumuar forcat e tij, edhe është pranë dorëzimit, çfarë miraqi e pret pas sabrit të tij, kur e dim se Allahu në shumë vende Kur'an në obashirun sabirin. E pret ndihma dhe mbështetja Allahu Xheleshanu. Sepse Allahu Xheleshanu thot inna Allaha ma'as sabirin, Allahu është me durimtarët. Pra, nëse ti arrin ta tejkalosh ato pikërisht në atë moment kur ti mendon se është fundi yt, se të janë harxhuar forcat, vjen ndihmë drejt për drejt te Allahu Xheleshanu. Si rastin e Isra's dhe Mirajit, kur mendoj se i vdiqën dy faktorë të rëndësishëm, atje e refuzuan, erdhi ngritja në sferat e larta qiellojesh që ti tregoj pra se ti je mbi të gjitha këto. Dhe ty të ndihmon ai i cili është mbi të gjitha këto dhe i ka në dorë të gjitha këto dhe i ka krijuar gjëra shumë më të mëdha se ajo që ti sheh pra në botën tënde. Për atë pikërisht do të thotë durimi është një garancë e mirajit të besimtarit në kuptim të ngritjes së tij dhe të shpresës që i jepet në punën dhe në jetën e tij. Dhe çfarë arsye ishte nëse kemi ndonjë shënim dikun prej burimeve tona, takimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me profetët e mëhershëm në qiell? Po, me profetët e mëhershëm ishte edhe ka do të thotë mesazhe aty, ka mesazhe të
sprovave në të cilat kanë kaluar, të cilat i kanë përballuar pra ata pejgamber, mesazhet që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duhet të mësojnë nga jeta e tyre faktikisht, çdo njeri e ka, janë pejgamber të dalluar të Allahu xhalleshanuhu, të cilët kanë pasur një histori edhe ata me plot sfida dhe mundime, dhe të merr mësim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ajo pra se ai duhet të vazhdojë në rrugën siç kanë vazhduar edhe këta pejgamber, se ndihma Allahu xhalleshanuhu është me atë. Atëherë që nëse nuk ke diçka tjetër për shtu, nëse mund është një përmbledhje të shkurtë ta bëjmë të temës së sonte. Po ajo pra, shkurtimisht do të mund të themi se mrekullia mbinatyrore e Isras dhe Mirajit duhet të jetë aktuale edhe sot për ne, në kuptim të asaj se ishte mesazh i qartë se si besimtar duhet çdo herë të kemi mbështetje në Allahun xhalleshanuhu dhe të punojmë. Dhe nëse i kemi këto dy elemente të rëndësishme, atëherë ne me këtë do t'i tejkalojmë të gjitha provat edhe sfidat, sepse Allahu xhalleshanuhu ndihmën e tij e dërgon tek ne. Ashtu siç i ndihmoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mirazh dhe ngriti lart në qiell, dhe ja tregoi se megjithatë krijuesi yt, i cili të ka angazhuar ti me këtë detyrë, nuk të ka lëshuar prej dore. Sado që të ngushtohet hapësira atje, por dije se pra ai të ka në dorë. Ky është mesazhi drejt për drejt edhe për ne, se ne jemi ndjekës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por duhet ta meritojmë një ndihmë të tillë, edhe neve na vin ndihma Allahu xhalleshanu. Sado që të jemi rënd, sado që të jenë rrethanat tona të rënda, sado që të ketë sprova, që të ketë probleme, që muslimanët të jenë në gjendje të rënd, pra, që është edhe rezultat edhe i punës së tyre vetë realisht, megjithatë nuk duhet shpresat të humben, nuk duhet në depresion të bijem në depresion edhe në nivel personal, por edhe si umet, por duhet të punojmë me mbështetje në Allahun xhaleshanu, me besim, me korrigjim të gabimeve tona, me rishikim të veprimtarisë tonë, me këto gjëra edhe ndihmën e Allahut inshallah do ta kemi. Pikërisht Isra dhe Miraxhi është mesazh i qartë i shpresës dhe optimizmi që duhet të ekzistojë për ne, dhe këto janë kushtet e para edhe të rrugës së suksesit apo hapat e parë në rrugën e suksesit. Allah të shpërbleft, o gjendruar, pra Isra dhe Miraxhi na mëson se Allahu nuk i lë robërit e tij në tokën e dhimbjes përgjithmonë. Kur zemra thyhet, qielli hapet. Kur rrugët errësohen, Allahu i ndez një dritë që nuk shuhet. Nëse sonte je i lodhur, i thyer ose i humbur, dije se edhe ti ke një mirazh që po të pret. Mos u dorëzo, qielli është më afër se sa mendon. Allahu ju shpërblet të gjithë për dëgjimin. Pasi që më erdhëm tani në fund të misionit tonë dhe pyetje më nuk kemi, atëherë po e përfundojmë emisionin e sonshëm duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme, një fundjavë të mirë dhe të rehatshme me ju dhe të gjithë familjet e juaja, kudo që jeni me më të dashurit tuaj, duke shpresuar që Allahu i Madhërisht t'ju më në mëshirën e tij dhe të vazhdoj t'ju mëshiroj në këtë botë dhe në ahiret. Atëherë ju lam pra me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam për ju dhe për gjithë ata të cilët na kanë ndjekur.